Kandidati për deputet i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Ardit Bido vijon takimet në territorin e qarkut. Në zonën e Sarandës, kandidati Bido u ndal në Ksamil, teksa takoi aty banorët. Kandidati socialist kërkoi mbështetje me votë nga banorët e Ksamilit, të cilët ishin të pranishëm në këtë takim, ndërsa theksoi do të jetë një zë i fortë në Parlamentin shqiptar për të mbrojtur interesat e tyre. Është kënaqësi që jam sërish në Ksamil, siç premtoj që do të jem sërish, sepse këtu duhet një deputet që do të vijë vazhdimisht në Ksamil. Ksamili është në një zhvillim të vijueshëm dhe kjo është fal Partisë Socialiste. Nuk duhet të harrojmë se si ka qenë për të parë se si është. Edhe këtu nuk ka vot për të çuar dëm. Unë personalisht e kërkoj votën tuaj, kërkoj mbështetjen tuaj në mënyrë që të jem këtu vazhdimisht, duke votuar numrin 5 të gjithë Partinë Socialiste, Edi Ramën, dhe me shumë përulje kërkoj që ai kryqi të shkoj në emrin tim. Fushata e kandidatit të Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës Ardit Bido ka vijuar intensivisht edhe në ditët e saj të fundit, teksa ka kërkuar mbështetje masive me qëllim që ai të jetë në parlament pas 11 majit për të qenë zëri i qytetarëve dhe banorëve të gjithë qarkut të Vlorës.